provim të drejtoria e transportit aty ku ti certifikohesh ke dhënë prova, a e ke paraqitur ti këtë dokument? A është i joti këtë dokument? Sot ke lëvizur me këtë patent? S'ka një disa bashkosha. Kur ka kapur me policisë, a ke qenë drejtim dokumentit? Normalisht. Po, përgjithësinë e kësaj, di? Të përdorësh paraqesësh një punës e policie dokument që është i falsifikuar? Do arrestohesh zotëri flagrant për drejtim mjeti në mënyrë të parregullt dhe për falsifikim të dokumentave zyrtare. Mendoj se shoqërohet e vllahut të shoqërimit tek komisariati. Kemi bërë një akuar për të